Kush e shkroi muzikën? Është një gërshetim I jashtëzakonshëm muzikor. Ka një sqarim të bukur që s'është sqaruar asnjë. Po e them tani më një. Shkoi një familje shqiptare, sulmohet nga ushtria greke. I lidhin krye familjarin, babain në një dru, ka filluar të këndoj. Tanë, e zeza tanë, mos u afroz, këtë në këtë anë, e kështu me radhë. I ka dhënë shenjë tanës që mos të vi. Ka pëlqyer sepse origjinali kur e dëgjova ishte sidomos një kishte mbyllje që tanë, o moj tanë, ishte një lloj klip, morëm qark njifje muzikant, fyje, gjithë mblodhën me një studio dhe fillon. Ekziston një këngë e vjetër qame e quajtur Tanë moj tanë. Tanë moj tanë është një këngë dhe cilën ka goxha fabull brenda. Shkoi një familje shqiptare, sulmohet nga ushtria greke. Edhe I rahin dhe I lidhin krye familjarin, babain në një dru, dhe I pyesin ku janë antarët e tjerë të familjes, ndërsa ato sidomos Tana ka qenë një nga vajzat, kanë qenë në pyll diku duke mbledhur fruta, nuk e di, ka pas një detyrë të jetë jashtë shtëpisë. Dhe ato që ky jati ka bërë në këto momente të tensionuara për të dhënë shenjë që Tanës mos afrohet në fshat, në shtëpi, që do ta kidnaponin grekët, ka filluar të këndojë. Grekët janë çuditur, ç'është ky njeri I lidhur në dru në këto momente tensioni, fillon të këndojë. Në fakt ai këndon këngën Tanë moj tanë, që I ka shpikur për momente, që ka qenë tanë, e zeza tanë, mos u afrohet, këtë në këtë anë, e kështu me radhë. I ka dhënë shenjë Tanës që mos të vi. Edhe më ka pëlqyer sepse origjinali kur e dëgjova ishte sidomos një kishte mbyllje që tanë, o moj tanë, ishte një lloj klip e këtij kompozitori, edhe këtë moment e kërkova nga Kaçinari, tash këtë pjesë do ta fusim. Ishte kompozimi I Alfred Kaçinarit. Morëm qark njifje muzikant, fyje, gjithë mbledhën me një studio dhe fillon vëm prit këtu dhe. Edhe ka qenë një ndër pak rastet kur edhe kompozitori edhe autori tekstit kanë qenë në studio duke krijuar bashkë, nëse rrallë do të kjo, ti ke tekstin dhe shkon, ose unë ka muzikën e kërkoj tekstin. Ditë unë s'kisha as muzikën, ishën fillimet e mia muzikore, edhe ndodhi kjo magjia, që Jorgo thoshte një fjalë, Fredi shkonte, refreni doli, si doli, me strofën kishin problem, edhe folën për dashurinë, se dashuri fillon, se dashuri mbaron, vënon dhe tretet, por asnjëherë nuk mbetet. Mund të jetojmë një ditë, mund të jetojmë një vit, se dashuria flet, por dhe dashuria vret. Edhe pastaj tanë, moje e zeza tanë, dhe që doli një gjë bukur, për periudhën time, shumë e bukur. Edhe refereni I këngës është goxha me përmbajtje filozofike, le të them. Po, u prezantua në festival, mori një çmim në Tiranë. Refreni thotë nuk e din kush jemi, nuk e din ku vemi, ecim si të çmendur, natën ëndrat dehen, nisen e nuk thehen, jo, dhe nuk na zgjohen. Nga një ëndrat as nuk na zgjohen, se një pjesë e madhe akoma jetojnë në ëndra. Flasim realisht për gjithë të vitet shqiptarë dhe maqedonik, për mua akoma jetojmë në një ëndër, në një lloj dileme nga do shkojmë, ato jetojmë me folklorin tonë që ishte Shqipëria jonë e kështu ashtu, apo do bëjmë integrimin e këtij tonë në këtë shoqëri. Në momentin kur fillon beson një prapë çroditë sistemi politik e shumë rrallë, kështu që fatkeqësisht akoma nuk e din ku jemi, nuk e din ku vemi.